Në ambientet e Hotel Tirana u zhvillua një konferencë me rëndësi të veçantë, organizuar nga Agjencia Stop Krimit dhe e drejtuar nga drejtori ekzekutiv Fatmir Sena, me fokus kryesor luftën kundër terrorizmit dhe promovimin e sigurisë në mbar trojet shqiptare. Në këtë takim të veçantë morën pjesë kontribues nga e gjithë Shqipëria dhe trojet shqiptare përtej kufive, si dhe antar të nderit të vjetër dhe të rinj, të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në misionin e agjencisë. Konferenca shërbeu si platformë për të diskutuar sfidat aktuale në luftën kundër terrorizmit dhe terrorizmit të organizuar, si dhe për të riafirmuar angazhimin e bashkësisë kundër çdo forme dhune dhe krimi. Një moment i rëndësishëm i konferencës ishte ceremonia e certifikimit të disa figurave të shuara si ambasador të paqes, në njohje të përpjekjeve dhe angazhimit të tyre në promovimin e paqes dhe sigurisë. Ndër të certifikuarit ishin Fadil Shala, Gezim Hyseni, Vera Tarifa, Hukusi Hako, Veli Myftari, Syl Sylaj, Deniz Hylviu, Osman Bytyqi, Tihana Morina, i njohur si kalorësi i paqes dhe për angazhimin kundër trafikimit, Qemal Sylaj, Frashri Hyseni, si dhe Isuf Kanani. Po ashtu u vlerësuan dhe për kontributet e tyre ish polis Suferind Kanani, Kolonel Kujtim Baholli dhe Gjeni Krypi, si dhe Marjeta Zajmi dhe Esat Aslani nga Maqedonia, drejtori i policisë Gjakov, Lumni Gurishta, Andon Stafa, Martin Paloka dhe Bledar Buzi. Në kuadër të zhvillimit dhe zgjerimit ndërkombëtar të agjencisë Stop Krimit, në këtë konferencë i u dha licencë për hapjen e zyrës në Itali zotit Deniz Hylviu dhe për hapjen e zyrës në Zvicër zotit Filip Spar. Kjo konferencë shënon një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ndërmjet komuniteteve shqiptare, duke rikonfirmuar vullnetin për një shoqëri më të sigurt, paqësore dhe të bashkuar kundër çdo forme të krimit dhe terrorizmit.